edhe blegtori, kur i rezulton qumshi me aflatoksin, nuk e di, blegtorit janë pikë të hallit gjykoj. Pa tjetër, nuk e di. Ai presupozon që blen një misër që është i kontrolluar, i sigurt, nuk ka aflatoksin, nuk ka elemente të tjerë dhe është i sigurt për... Të gjithë fundorët ke shteti shkojnë. Pra, fundori i fabrikës që respekton ligjin, sepse respekton ligjin e shtetit. Pa tjetër. Ai bujku, ai blegtori që jep atë bazë ushqimore, përsëri fundori ke shteti shkon. Se shteti ka lejuar në dogan një misër i cili ka aflatosin. Në momentin që ne dy shoqatat u bashkuam, diskutuam në ministri, me ministrin e ri, ne patëm një reagim shumë pozitiv. Dhe po vazhdon, nuk e di se sa vazhdon, por u blokuar një sasi shumë e madhe misër importi me origjinë nga Serbia. Ndërkohë mund të kemi probleme edhe me misrin tonë këtu, me jonxhen, me silazhin e tjerë. Pa akuzojmë vetëm Serbinë, po harrojmë se mund të ketë shumë faktorë. Pa tjetër. Zoti Reka, do të gjoja gjithë variantin tuaj të mundshëm. Të gjithë atyre që janë prodhues, këtu nuk ka lidhje thjesht nëse janë antar apo jo të shoqatës, po gjithë ata që prodhojnë me çfarë problematikash ndeshen sot, e lidh me aflatoksinë dhe me situatën me denoncimin konkret që është bërë me atë videon e zotit Braç. Shoqata jo ka blegtor në gjitha rajonet e Shqipërisë, kështu që jemi të azhërnuar mbi problematiken. Për të bërë një panoramë, domethënë Lopa prodhon qumshtin mbi bazën e ushqimit që merr. Patjetër. Mbi atë që ushqehet, ai do jetë dhe prodhimi. Çfarë no? Përveç se stresa, përveç ekonomikisht, po dhe më vështirë. Tani ne jemi çfarë hap. Po fiks. Shumica e misrit që importohet nga Serbia, po nga cili do vend, nëse nuk kontrollohet në dogan, siç kontrollohen mallrat shqiptare kur eksportohen, atëherë ky mall prezumohet që është në cilësinë e duhur, se është i paguar me vlerë, nuk është një produkt që është marrë pa... E kanë falë. Dhe duke pas parasysh që blegtorët nuk janë shtresa më e fortë ekonomike, për mos me thënë në gjendjen më të vështirë. Dhe ky produkt do ushqehet kafsha dhe do dalë i prodhimi. Çfarë noll? Ku është problemi me aflatoksinën dhe kush është më i goditur nga ky problem? Konkretisht është blegtori. Edhe nëse noll që i blegtor të ketë probleme me aflatoksinën, detyrohet të ndryshojë dietën, ushqimin e kafshës. Që përkthehet në çfarë? Përkthehet në kosto. Në rëndje, edhe në rëndje rendimenti. Në rëndje rendimenti. Që se nëse e heq sasinë e misrit do bjerë prodhimi. Absolutisht. Misri është element kyç për energjinë, për prodhimin. Se bëhet si teknik nuk e kuptoj. S'është ky është që është mjaft kompleks. Dhe kjo përkthehet në kosto. Shtoj antimikotikun, kosto ekstra. Shtoj edhe negocimin e çmimit. Kur krijohet një precedent ose problematik, përkthehet edhe në çmim.